Nesër emisioni me Elditën përmbyll sezonin e 5 të punës, të nisur në vitin 2021, me të ftuarit e parë me doktorët e perfeksionit, e për ta vazhduar tutje me qindra të ftuar çdo të shtunë nga ora 17:30. Profesionist nga fusha e edukimit, shëndetësisë, mirëqenies sociale, artit, shoqërisë civile, student e nxënës, u bën pjesë e këtij rrugtimi edhe në sezonën e 5 të punës. Autorja e emisionit Eldita Mulla Hasani thotë se të gjitha temat e trajtuara janë realizuar në bashkëpunim me të ftuarit, vetëm që të përçohen mesazhe sa më kuptimplote te audienca targetuar. Mulla Hasani tutje shtoi se vetëm përmes bashkëpunimit ja kemi dalur që të qëndrojmë në një linjë me temat që kërkon emisioni, duke mos dalur asnjëherë jashtë kategorive që paraprakisht i kemi premtuar shikuesve. Ndërkohë në emisionin e fundit kësaj sezone, që transmetohet nesër, i ftuar do të jetë profesori i psikologjisë dhe filozofisë Ylber Sahitaj, për të bashkëbiseduar për impaktin që mund të kenë rrjetet sociale në jetën e gjithë secilit. Ndërkohë autorja Mulla Hasani falenderon edhe të gjithë shikuesit që e kanë ndjekur. Ne do të ndahemi këtu bashkë për të rinisur sërish në shtator sezonën e radhës. Ju urojmë të gjithëve falënderime dhe përqafime pafund nga kjo studio, sepse këtu kanë defiluar shumë njerëz dhe kanë përcjellur shumë mesazhe gjatë gjithë sezonës. Faleminderit që na keni ndjekur dhe keni propozuar gjithçka të bukur. Vazhdoni të jeni me ne. Emisioni me Elditën rinis në muajin shtator me shumë risi të tjera, për të qenë edhe një herë në dispozicion të shikuesve.